Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, në podcast jemi në radar. Ditën e sotme do të flasim për zhvillimet politike dhe gjeopolitike. Me ne është bashkuar analisti i njohur zoti Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit dhe ju për ftesën. Besoj që keni ndjekur me interes edhe zhvillimet që kanë ardhur nga gjeopolitika. Një takim i presidentit të Ukrainës Zelenski në Serbi ka ngjallur shumë reagime, pasi ka thënë që nuk do ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. Si e pat ju këtë? E dëgjova Zelenski në mënyrë direkte, kur e tha dhe realisht reagova në mënyrë po direkte. Përse i përket deklaratës Zelenski për Kosovën. Madje shkova pak më lart kur thash që edhe rrugës Ukrainë e lirë ne duhet t'ia heqim emrin, pasi nuk kemi respekti është reciprok, nëse nuk më respekton dhe nuk më njeh shtetin e Kosovës, atëherë unë kam se të bëhem palë me ty. Kjo është diplomacia në tërësi, sepse nuk mund të ketë diplomaci të njëanshme apo politikë të njëanshme. Zelenski për arsyet e tija vazhdon me idenë e mosnjohjes Kosovës dhe bie ndesh me politikën europiane apo edhe vetë amerikane, të cilët janë vendet të cilët e kanë njohur Kosovën. Është shumë e dhimbshme që të shohim një vend i cili ne e kemi mbështetur si shtet anë i Kosovës, ne e kemi mbështetur, e kemi ndihmuar, kemi bërë gjithçka, domethënë për sa në takon ne si Shqipëri, dhe marrim një përgjigje të tillë, ishte një përgjigje skandaloze për ne. Është vazhdon ajo lloj politike e Zelenski, po më sa duket programi i së majtës në tërësi është që mos ta njohë Kosovën. Po ashtu, zoti Merkoçi, ka pasur dhe një zhvillim tjetër sa i takon zhvillimeve gjeopolitike, sepse një deklaratë e zoti Vučić po ashtu ka shkaktuar shumë reagime. Ai ka thënë që do të ndryshoj drejtimin e rrjedhës së lumit Tiber, pra lumit Tiber Lepens, edhe kjo do të krijonte më pas edhe një blokadë, më pak ujë, ndryshime shumë të mëdha në veriun e Kosovës. Ju si e shikoni në këtë aspekt dhe si ka qenë reagimi i Kosovës dhe i Shqipërisë? Vučići kërkon të bëjë një blokadë ekonomike, apo akoma më shumë se sa ekonomike, qoftë edhe energjetike, qoftë edhe për sa i përket ujit, ujit edhe ujit pishëm, se Ibri është edhe ujit pishëm në anën tjetër. Është një veprim i cili Vučići kërkon të testojë pulsin dhe e bën pikërisht në momente kur dihet se Serbia po shkon në prag zgjedhjeve dhe kërkon të marrë sa më tepër pikë nga pikpamja e brendshme, nga pikpamja e realizimit të devijimit të lumit Tiber është në mënyrë absolute jo. E para sepse janë konventet ndërkombëtare që nuk e lejojnë ti mund bësh çdo lloj gjëje brenda territorit tonë, po pa prishur rrjedhën dhe shtradin e lumit, i cili ka lënë nëpër territorit të tjera. Kështu që është e pamundur nga pikpamja ligjore që Vučići ta realizojë një gjë të tillë. Megjithatë është një çashkë Vučićit si çdo çashkë tjetër që hedhin në Serbi, sidomos kur janë prag zgjedhjeve parlamentare të Serbisë. Për të rikthyer tek zhvillimet politike në vendin ton, kemi Partinë Demokratike që në prag po ashtu ka edhe zgjedhjet lokale. Shikoni që është pak mbrapa? Partia Demokratike nuk është mbrapa. Partia Demokratike është e fokusuar tashmë tek ajo organizimi i vet, tek mënyra se si po trajtohen situatët brenda Partisë Demokratike, të cilat nuk janë në favor të themit të Partisë Demokratike apo të asaj çfarë u krijua brenda Partisë Demokratike, duke pasur parasysh edhe lëvizjet që janë bërë. Një nga lëvizjet më të që e zhvlerësoi domethënë të gjithë procesin demokratik që ata e bën, qoftë me zgjedhjen, me kuvendin, me kryesinë, me Këshillin Kombëtar, largimi i një zonje e cila mori postin më të madh u trumpetua që jo la hyjësi është e ardhme, është ylle ngritje, si gjithmonë kështu i bëjnë aty të Partia Demokratike, ylle ngritje.
Dhe çuditërisht një muaj pas asaj është plotësoj gjithçka duke u larguar nga Partia Demokratike. Është shumë vonë Partia Demokratike për sa i përket zgjedhjeve lokale. Është shumë vonë për një arsye të thjeshtë, sepse duke pasur parasysh shtrirjen territoriale që ka Tirana, supozojmë po marrim thjesht vetëm Tiranën, është e pamundur që ti brenda një periudhe të shkurtër të bësh një fushatë agresive për të marrë qytetin e Tiranës. Mos harrojmë se Tirana ka 16, minimalisht ka 16 mini bashki të quajmë, dhe ka shtrirje territori shumë të madhe. Kështu që është shumë vonë pa shpallur akoma se kush do jetë kandidat i Bashkisë Tiranës, që është qyteti i vendit. Pa llogaritur vendet e tjera, pastaj qytetet e tjera, të cilat edhe ato kanë ato themi vështirësitë e tyre, por gjithsesi tash Partia Demokratike është shumë rapa në këtë pikë. Një e para dhe është e paqartë në ligjin për ndarjen e territorëve. Akoma nuk është fokusuar totalisht tek ligji i ndarjes të territorëve, ajo që Rama kërkon të heqë 15 bashki, në të njëjtën kohë që Partia Demokratike ka bërë një deklaratë që të jenë 110. Domethënë jemi në një fazë shumë delikate, por gjithsesi pavarësisht nga ndarja e territorëve, Partia Demokratike minimalisht për këtë qytetin duhet të kishte dalë me kandidat qysh në këto momente. Mbetemi tek Tirana që thatë pak më herët, Ilir Ali Mehmeti, Jorita Tabaku, a janë këta emër potencial si kandidat mundshëm? Asnjëri nuk është emër potencial. Qoftë Jorita, qoftë Ali Mehmeti nuk kanë potencial. Duhet kuptojmë një gjë. Kam thënë edhe prap përsëri Brexit veçar nuk mundet të sjellë absolutisht asgjë. Nuk mundet sepse nuk kanë të pjekur e para politikisht, pavarësisht se Jorita Tabaku është shmarr deputetet, domethënë ka qenë kaljo, por nga pikpamja politike nuk ka prodhuar absolutisht asnjëherë. Nuk kam parë asnjë kauzë apo asnjë vizion apo alternativë të Jorita Tabaku për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Më vjen keq se Jorita Tabaku është edhe ekonomiste në profesion. Nuk e kam dëgjuar një herë të vetme që Jorita Tabaku supozojmë të krijojë çështjen e minimumit etik, gjë që është një nga hallkat e zinxhirit të ekonomisë dhe zhvillimit të një vendi. E kanë marrë si lehtë, por do të jetë pengesa më e madhe qoftë edhe për atë çfarë Shqipëria pretendon për Bashkimin Evropian. Kështu që të dy personat, Ali Mehmetin e kam pas, domethënë kam mbaru për herë të parë dhe kam marrë e di që nuk e ka të forcat të një vetë për drejtuar një bashki si Tirana. Gjithsesi unë gjykoj që duhet jetë një personalitet për Tiranën. Duhet jetë dikush jo me emër se është X i familje e tillë, do të shohim personin jo vetëm për realin apo familjen. Gjithsesi ngelim gjithmonë tek ajo që pavarësisht nga të gjithave, Tiranës i duhet një autoton për ta drejtuar qytetin. 20.000 votat afërsisht që morën të dy në zgjedhjet e 2025-s nuk janë një tregues? Jo, nuk janë tregues për një arsye shumë thjeshtë. Unë e njoh shumë mirë se si funksionon qoftë edhe te Partia Demokratike, qoftë edhe në përgjithësi elektorati. Të dy kanë marrë ato vota pikërisht sepse nuk kanë qenë nga personat e tjerë. Supozojmë se do ishte Berisha në garë tek Partia Demokratike në Tiranë apo do të ishin personat e tjerë në garë, domethënë nuk do ishin në lista mbyllur, lista të hapur, që nuk do kishin marrë ato vota. Të vota i kanë marrë falë mbështetjes të Berishës, që u ka bërë direkt në çdo hap që ata kanë qenë gjatë gjithë fushatës elektorale. Në thonjza, zoti Merkoçi, kush është e keqja e kësaj Partie Demokratike? E keqja e kësaj Partie Demokratike është se u kthye nga një parti të cilën e krijuam si një parti e forcës djathtë për ta çuar akoma më tej drejt konservatorizmit, tash se doli një parti e qendrës me tipare të majta, nuk ka më. Domethënë gjithkush që mund mendojë që Partia Demokratike është partia e djathtë gabon totalisht. Nuk ka asnjë lloj lidhje me djathtën. Kështu që aty komandon çdo gjë, komandon kryetari. Absolutisht çdo veprim, çdo vendim e merr kryetari dhe
Edhe prandaj ndodhe edhe kjo që nuk ka caktuar akoma. Kandidatët për kryetarë, normalisht duhet kishte një garë brenda Partisë Demokratike, por duke munguar fraksionet brenda partisë, patjetër që ajo ngjelet një parti e qendrës me orientim majtës, i cili do ta caktoj kryetarin, domethënë pavarësisht se ju dëshirini që të bëjnë ca gjoja sikur zgjedhje, gjoja sikur i quajnë primar, tash që s'kan lidhje me Partinë Demokratike, se primarët janë koncepti të teatrit konservatore, nuk janë në qendrës. Dhe do shifnin disa lëvizje, domethënë rrotull aty, por në fund fare është Berisha që cakton që të këndë ka një. Zoti Merkolçi, për të kthyer në retrospektiv, si erdhi zoti Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike? Ju i keni ndjekur nga afër zhvillimet asë kohe? Jam një nga të menduesit e Partisë Demokratike, kam filluar që me datë 8 dhjetor. Nuk është se jam vëzhgues i thjesht i asaj partie, por ajo që ndodhi që ne themi ajo pjesa më aktive e asaj kohe ishim në përballje me diktaturën, vazhdonim luftën me diktaturën, vazhdonim betejat në rrugë. Në të kohë që këta ishin persona të cilët zgjidhin postet, caktonin postet, bënin mbledhje në mënyrë të fshehta. Erdhi ka qenë janari i 91-shit, 17 janar, mos gabosh, 91-shit, kur në atë mbledhje u bë një gjurdiu, u prish mbledhja se ishte Meksi për ta partia. U prish mbledhja dhe të nesën u votua, themi, apo u caktua në garanci, doli Berisha në krye të Partisë Demokratike dhe në ai moment Berisha nuk e ka lëshuar në Partinë Demokratike, qoftë edhe se ka pas postin e presidentit apo postin e kryeministit. Ka disa zëra që e lidhin me një të shkuar komuniste zotin Sali Berisha, sa të vërteta janë? Patjetër, është fjalimi i Ramiz Alis në 89-ën, se nuk po më përmendim Katovicin, kemi direkt 89-ën fjalimi i Ramiz Alis, ku thotë ne kemi kuadër për të bërë 50 komitete qendrore. Dhe patjetër që nuk mund ndryshoj. Ata që janë rritur në atë mentalitetin e komunizmit nuk mund ndryshojnë, shumë e vështirë për të ndryshuar, mos thënë e pamundur. Dhe Berisha tregoi që nuk vazhdon me atë mentalitet, vazhdon me atë synim, është mësuar, me atë nuk ka se çfarë të bëjë, është i brymosur me atë lloj ideologjie, sa do të mundohet, sa do të bëhet. Supozojmë një nga faktorët për shembull që Berisha i ka borxh të popullit është futja e Sorosit në Shqipëri, apo dhënia e hapësirës Sorosit totale, domethënë duke bërë mik, duke ndjekur politikën e Sorosit. Dhe Shqipëria ka arritur në këtë drejtë që jemi sot. Ende? Dhe sot bashkëpunon me Sorosin, duke qenë se ai thotë që janë personi që e kam atakuar më së tepër mi dje botërisht kjo gjë. E ka atakuar fare tash, sepse ja ta them se sa ka atakuar, unë do të jam vetëm një gjë të cilën unë e kam kërkuar ndër vite, ku kam deklaruar që Partia Demokratike do të bëjë një kërkesë Bashkisë Tiranës për t'i hequr titullin qytetar deri i Tiranës Sorosit. Apo shkollën, supozojmë që është në Rogozhin që kanë emrin e Sorosit, apo kopshet e çerdhet që janë për Durrës, që mbajnë emrin e Sorosit. Dhe nuk kam bërë absolutisht asnjë lloj veprimi. Nëse unë distancohem nga një person, atëherë unë të bëj dhe veprime kështu. Sepse është veprimi ai që flet më tepër se sa fjala. Fjala deklarative mund bëjmë sa duhet, nuk flasim sa duhet. Problemi është se çfarë bëjmë konkretisht, veprim, një e para, dhe e dyta, atë që kam deklaruar që në primarat e para, ku kam thënë që Partia Demokratike komandohet me Soros. Ka akoma kontingjent aty brenda parlamentit të Shqipërisë në radhat e Partisë Demokratike që në një farë forme janë një financim, një promovim i Sorosit? Aty plot. Aty është plot. Në politikën shqiptare Sorosi i ka fut thetrat tepër thellë. Nuk mundet të thuash që në politikën shqiptare Sorosi nuk ka komanduar. Sorosi komandon politikën shqiptare. Dhe prandaj kemi ardhur në këtë gjendje që është Shqipëria. Pikërisht sepse nëse do të shohim të gjitha veprimet që bëhen në politikën shqiptare apo në atë që ata e quajnë shoqëri civile, janë gjithë orientimet e Sorosit, gjithë programet e Sorosit, gjithë ideologjia e Sorosit.
do ta shohësh qysh në bërjen e kushtetutës e 98-s, unë kam kundërshtuar në atë kohë, qoftë edhe në këtë që u quajtë reforma në drejtësi, ku ndruan 58 nene të kushtetutës, dhe ajo që është e pamohueshme dhe e pa diskutueshme që Sorosi është në çdo hallk, sepse kanë votuar 140 deputet, praninë e Sorosit në kushtetutë. Jemi i vetmi vend i botës që ne Sorosin e kemi në kushtetutë. Kështu që nuk mund të thotë njëri që unë jam kundër Sorosit apo e luftoj Sorosin. Për sa kohë ti ke ngritur kartonin që Sorosi të jetë pjesë e kushtetutës, nuk kanë vend tjetër në botë që ka ndodhur ajo që ka ndodhur në Shqipëri. Kështu që kushdo që thotë që unë jam kundër Sorosit, jam kundër kësaj, e kanë votuar vetë. Nuk është se ja ka dhënë populli. Nuk është verdikt i popullit, është verdikt i parlamentit apo i politikës shqiptare. Zotë Mirkoçi, a ka shpëtim Partia Demokratike apo në këtë rrugë dhe në këtë fazë është në një rënje të lirë? Jo, nuk mund dëgjoj që të thuash ka shpëtim, duhet të ketë element brenda Partisë Demokratike të cilët të kundërshtojnë apo mendojnë ndryshe dhe i thonë ato mendimet luftojnë për ato mendime nëpërmjet kauza dhe alternativa. Dhe sot nuk kam pa ndonjë nga Partia Demokratike, qoftë edhe individi veçantë, që të ketë një kauzë dhe të luftoj për atë çfarë të drejtë ka brenda Partisë Demokratike, nuk po të them jashtë Partisë Demokratike. Supozojmë në statusin e Partisë Demokratike është e shkruar në mënyrë taksative që lejohen fraksionet. Me gjeni kush është fraksion brenda Partisë Demokratike. Kush e ka ngritur çështjen e fraksioneve brenda Partisë Demokratike? Unë nga jashtë e kam ngritur, por problemi nga brenda kush e ka ngritur? Absolutisht asnjë. Absolutisht asnjë. Atje del Berisha dhe thotë do bëjmë Partinë Konservatore, në vjen të gjithë thonë jemi konservatorë. Thotë Berisha do bëjmë djathtë, jemi të gjithë djathtë. Thotë Berisha jemi Partia e Qendrës, thonë gjithë jemi të qendrës. Kështu që nuk ka ndonjë është çështje ideologjike dhe çështje botëkuptimi dhe kulturës politike. Fatkeqësisht Shqipëria për 35 vjet, paktën mas diktaturës, është një vend i cili nuk ka prodhuar as politikan as diplomat. Jemi vendi më i mbrapsht apo më i prapambetur në të gjithë Europën. Nëse do shihni deklaratën të cilën e shpërndau ambasada amerikane, deklaratën e rrugës, pikërisht këto gjëra diskutohen edhe në atë deklaratë. Pra jemi një vend që nuk kemi faturinë e jetës qytetarit, pra nuk kemi minimum jetik, jemi vetëm një vend në Europë, minimalja në Europë, po mos them botë, minimalja në Europë, të cilën nuk kemi minimum jetik. Si mund zhvillohet një vend ku nuk ka minimum jetik? Minimumi jetik është ingranazhi kryesor i zhvillimit ekonomik të një vendi. Dhe i zhvillimit jo vetëm ekonomik, por dhe më tej të një vendi. Është ingranazhi i cili jep dinjitet njeriu. Këta i kanë heqë dinjitetin njeriu. Jo më kot kanë protestuar në javë të tëra, por absolutisht askush nuk e mbështeti. As këta që sot dalin edhe bërtasin për protestet, që gjoja janë kanë patriotët e mëdhenj që po digjet barku për Shqipëri, për Flamingo, dhe partitë politike heshtën të gjitha në mënyrë absolute. Pse? Sepse nuk e duan, se janë shumë rahat dhe janë tepër komod, mund ta zhvillojnë korrupsionin në mënyrën e tyre më galopante, pikërisht sepse nuk kanë. Dhe bëhet popullimi i Shqipërisë bëhet pikërisht sepse ti nuk ke vendosur një minimum jetik, që do të thotë që ti nuk i ke siguruar jetën qytetarit. Kjo ishte në thelb edhe deklarata e rrugës. Por ne duhet dalit dikush na i thotë dhe që ta besojmë, sepse po e thamë vetë ne shqiptarët nuk e besojmë. Zotë Mirkoçi, teksa në radhët e Partisë Socialiste është folur gjithmonë për një zëvendësues në të ardhmen të kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste zotit Edi Rama, po në radhët e Partisë Demokratike kemi një emër potencial që shikohet si ai që do të pasojë zotin Berisha në krye? As ke Rama, as ke Berisha nuk ka. Edhe ke Rama s'ka. Kush është ke Rama për pasus, absolutisht. Asnjë. Kto që dalin kështu, jo, kjo ç'është kjo. Kjo goca që del, edhe që ka qenë ministri i jashtëm, kryetar i kuvendit. Se sa ishin kryetar kuvend ministrit i jashtëm, nuk flisin absolutisht as gjys fjale. Asnjë hoqë nga posti fillojnë e flasin. Kjo
kjo është ajo pjesa që kam thënë gjithmonë që prandaj them që brezi 30 vjeçar është ai brezi që nuk e kupton politikën, nuk janë rritë me politikë, ta janë rritë me pazar. Dhe duke u rritë me pazare, patjetër që nuk do e kuptosh politikën dhe nuk ke se si bëhesh politikan. Politikani bëhet atëherë kur ka një ndjenjë nacionalizmi, gjëja e parë që mungon në Shqipëri është nacionalizmi, edhe patriotizmi, patjetër. Dhe gjëja e dytë është pastaj politika nuk është art. Është art, por është edhe diçka që ti duhet ta prodhosh për ditë, jo vetëm atëherë kur ty të preget interesin, ndërsa këta flasin në momentin kur preget interesin. Këta quajnë politik, quajnë sharje. Pra, Partia Socialiste quajnë politik nëse shan Berishën dhe Partia Demokratike quhet politik nëse shan Ramën. Por kjo nuk është politik, nuk ka lidhje fare me politikën. Politika është alternativë, politika është kaos, politika është zgjedhje. Çfarë zgjedhje i jep ti situatës? Dhe unë nuk kam parë ndonjëherë se këtu i jepen zgjedhje situatës. Përkundrazi shkon rëndë më rëndë, korrupsioni është galopant, një gjëra që jo pse tashmë e themi dhe ne, ose e kemi thënë ne, po të paktën raportet ndërkombëtare të tilla janë, qoftë ai i fundit që erdhi nga Departamenti i Shtetit, qoftë edhe nga i Europës, ku Shqipëria radhitet në vendet më të korruptuara të Europës, ku Shqipëria radhitet në vendet ku pastrohet paraja, droga, dhe ku çdo shqiptar e prek dhe është i ndërgjegjshëm për korrupsion masiv që është në Shqipëri. Po shohësh edhe monedën e euro, për shembull, ka shkuar në mënyrë drastike, forcohet legu, është turpshme. Për çdo shqiptar që turpshme të thotë që forcohet legu në njëjtën kohë ne nuk prodhojmë asgjë. Ne nuk kemi as industri, as bujqësi dhe çuditërisht legu jon forcohet. Kjo tregon se është fut para shumë e madhe korruptive. Pra euro është fut në thas me anije që arrin deri në këtë lloj niveli. Kaq e thjeshtë. Zoti Mirkoçi, edhe një pyetje të fundit sa i takon reformave zgjedhore dhe asaj territoriale që janë duke diskutuar, në fund çfarë përfundimi do të kenë? Në fund unë gjykoj faktin që kjo u hodh një çashk në këto momente kur po flitet shumë për dorëheqjen e Ramës, se Rama hodhi një çashk tjetër për të mat atë apo për të bërë një tallavit tjetër dhe për të hequr vëmendjen nga skandalet që janë në Shqipëri. Mos harroni se kemi një skandal, ajo që i porti Durrësit, që ngul këmbë, se kam vite që e deklaroj këtë dhe ngul këmbë, vazhdoj të ngul këmbë. Ajsa Alabari u detyrua ta pranonte që kishte bërë një investim të gabuar apo të shpejtuar, e quhet ai. Mos harroni, është skandali më i madh i 12 kompanive izraelite të cilat kanë firmosur për blerje tokash bujqësore në Shqipëri. Skandali tjetër është i armatimit. Mos harroni se pavarësisht çfarë deklaron ai që dele thotë ne do t'i shesim armë Amerikës apo makina Amerikës, kupton, në Shqipëri nuk prodhon asgjë, kemi një kompani e cila ka vetëm një punëtor, do dhe quhet kompani që prodhon makina, apo prodhon zjarr fikse, apo prodhon këtë. Pra, skandalet janë të njëpasnjëshme. Skandalet janë sepse kemi një qeveri, ku gjysma e qeverisë ka hik nëpër spake, nëpër burgje, një administratë e cila është treqereku saj është në spak. Dhe merremi me çështje territoriale. Çështje territoriale, thash edhe herë, vazhdoj të rikthehemi edhe një herë çështjes Sorosit, i cili ka një qëllim të vetëm për unifikimin në një dorë të gjithë administratës, pra dhe për të bërë të mundur duke hequr bashkitë ajo që ndodhi me komunat, u shkrin komunat, fillon shpopullimin, nëse ti shkrin edhe këtë bashki do filloj automatikisht të filloj shpopullimin. Pra këtu është realizimi i shpopullimit të Shqipërisë. Dhe do ta shpopullojmë në këtë lloj forme me ligj, duke i shkrirë komunat, duke i shkrirë bashkitë. Që ndërkohë, nëse këta do të ishin një projekt të qartë dhe dashamirës për Shqipërinë, përkundrazi, këta jo vetëm komunat që nuk duhet të shkrinin, por këto nuk duhet të shkrinin as në shkollë, edhe sikur me një nxënës të isha atje Mike Mali duhet të kishin dërguar mësues.
dhe të kishte mirë, por kur shkrin edhe gjykatat, njerëzit nuk e kuptuan, pavarësisht se ne bëm një muaj grev, të gjitha avokatët bën një muaj grev, mbyllën çdo zyrë avokatie u mbyll. Ky popull nuk reagoi, nuk e kuptoi që mbyllja e gjykatave të pasote një dram tjetër. Dhe tashmë Rama duke mbyll gjykatat, duke u heq gjykatat, çfarë bëri tashmë po kërkon të heqet e bashkisë, sepse gjykata s'ka, bashkia s'ka, atëherë për çfarë duhet aty? Atëherë njerëzit nuk e ndjejnë më veten në atë vend, nuk e ndjejnë më shërbimin që mund marrin, nuk ndjejnë se mund të jenë aty. Atëherë detyrohen të afrohen shërbimeve. Si do afrohen shërbimin duke praktikisur qytete tashmë të veta dhe duke u drejtuar qyteteve tjera, të cilat do t'i afrojnë shërbimin, aq sa do munden t'i afrojnë edhe ato. Dhe ky ose do largohen jashtë Shqipërisë për të vazhduar diarea shqiptare për sa i përket emigrimit. Zoti Mirkoçi, shumë faleminderit që ishit me ne në këtë hapësirë. Faleminderit edhe ju.